Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me 6 karakteristika të veçanta në këtë kohë të zimit shpirtëror. Duke dëgjuar këtë video, jam me të vërtet shumë e gëzuar për të gjithë ju që ndiqni këto video, për arsye sepse ju rezononi me shpirtin dhe nuk është se e kërkoj unë, por më lejoni të them sa më shumë ju të qëndroni dhe të bekoni rrugën e prishur për të cilën ju solli këtu ku jeni sot, të kuptoni që erët apo vonë, por të jeni të sigurt që ju ndihmojeni dhe kur them erët apo vonë, varet nga se si ju jeni duke i dhënë rëndësi pra në këtë kohë rrugëtimit tuaj në lidhje me zimin e shpirtit. Dhe le të themi që dikush nga ju mund të jetë në fillim, dikush mund të jetë në mes, dikush mund të jetë zgjuar. Këto 6 karakteristika të veçanta do t'ju ndihmojnë sadopak me qëllim që të kuptoni që zimi i shpirtit është një proces që do të thotë ne shërojmë për ditë. Pra është një proces sepse shpirti jeton. Dhe në këtë rast të kuptoni që të gjithë ne, duke u njohur me këto, është që ne do të pranojmë të gjitha hijet dhe emocionet që ne nuk i njohim dhe që ne me të vërtet do të punojmë me to që të lirohemi. Pra bëhet fjalë me të gjitha bllokadat që të gjithë jeni unik dhe që të gjithë e ndjeni dhe keni që të gjithë situatat, sfidat tuaja për të cilët keni ardhur këtu. Pra do të thotë që është zimi i shpirtit në përgjithësi është për të gjithë pak a shumë, pra jep pra karakteristika, pra në këtë rast këto që do t'japun, që do t'ju ndihmoj, por gjithmonë të keni parasysh që jeni ju dhe vetëm ju që do të kuptoni me atë që ju rezononi. Dhe në këtë rast është që do të ndihmojeni, pra shpirti është që vazhdon kërkon zhvillim dhe çdo gjë që ju keni lënë pas dore, doni apo nuk doni, ne do të lirohemi nga çdo gjë që ne nuk na shërben dhe kjo është që ne ecim përpara dhe gjithmonë të kuptoni një gjë, ju nuk jeni vetëm, kur nuk keni qenë vetëm dhe kur nuk do t'jemi vetëm dhe që të gjithë jam e sigurt që kur lidheni me shpirtin do të thotë që ju jeni duke vepruar për t'u lidhur me brendësinë tuaj, pra me brendësinë tuaj, me burimin e energjisë që do të thotë udhëzuesit tuaj shpirtëror. Pra që të gjithë jemi unik, në përgjithësi janë që ju ndihmojnë në 70% dije kur ju merrni informacion se në fund të fundit fusni këto mendime, çfarë flet Diana nuk i keni dëgjuar nga askund, por një gjë të dini, kur ju ndiqni këto video, ju fusni në shpirtin tuaj energjinë për të cilën shpirti juaj ka nevojë. Pra në këtë rast le të fillojmë. E para është tjetërsia dhe ndarja jonë. Sigurisht që të gjithë ne çfarë do të thotë tjetërsia, çfarë do të thotë ndarja. Jo vetëm ne që e provuam, që të gjithë jeni zgjuar, nuk ka rëndësi jeni në fillim, në mes apo jeni zgjuar shpirtërisht. Pra e kuptoni që është një lloj tjetërsimi, pra ne na duket sikur jemi në një botë tjetër dhe me të vërtetë ne jemi në botë tjetër, që do të thotë ne jemi në një proces për të cilën ne do të ngjitemi, pra do të rritemi, do të ngjitemi që do të shkojmë në veten tonë të lartë, do të lidhemi me dashurinë hyjnore, me dashurinë pa kushte dhe sigurisht kjo është që kur ne arrim hap pas hapi në veten tonë të lartë, ne kuptojmë që pra nuk është nevoja e çnjerëzimit, pra që të gjithë ne nuk është nevoja pra të çnjerëzojmë një qenie tjetër njerëzore. Pra si ta kuptoni është që nuk është nevoja që ne të
bëjmë njerëzit të pabesë. Nuk është nevoja që ne të izolojmë njerëzit. Përkundrazi, është e vërtet për të gjithë ne që kalojmë proces, kudo që të jemi, e kaluara është e jona dhe do të jetë e jona, ashtu si ne e kemi kaluar. Pra nuk keni pse, edhe nëse vini nga një marrëdhënie e divorcuar, edhe nëse keni me prindrit tuaj probleme, apo me kolega, apo tjerë, çfarëdo lloj që ne kemi kaluar, sfida gjatë jetës tonë, ne nuk kemi pse i përçmojmë, ne nuk kemi pse i bëjmë të pabesë, ne nuk kemi pse i izolojmë, pra gjatë procesit tonë, por sigurisht shënim, ku ne arrim në veten tonë, ne kuptojmë që ka dhe njerëz që janë të shkëputur nga shpirti, pra ndryshe etiketën që i kanë dhënë, mua nuk më pëlqejnë këto lloje, por gjithsesi që i quajnë toksik. Po kështu që janë në rolin ignorant, po kështu që janë të pakënaqur, ose edhe që janë të ndëmshëm. Gjithsesi këto ka, pra në këtë shoqëri ka njerëz të tillë dhe që të gjithë i dini. Por të kuptoni që ajo që ne arrim, pra që është e rëndësishme që ne arrim me zimin e shpirtit, është që ne e kuptojmë që njerëzit në përgjithësi janë me të vërtet janë të mbytur nga vuajtjet, nga frika, nga ignoranca. A jeni dakord me mua që njerëzit, ashtu sikurse dhe ne kemi kaluar, pra që të mbytur nga vuajtjet tona, nga frika jonë dhe nga ignoranca, por megjithatë, ajo që duhet të kuptoni është që kur ne arrim ose dhe jeni, kjo është që do të punoni, do të njiheni se çfarë do të bi, pra jeni në transformimin tuaj, mbasi ju lidheni me veten, me shpirtin tuaj, pra keni qetësuar mendjen, keni hyrë në brendësi të shpirtit, jeni lidhur me energjinë që na shëron, sepse është energjia shëruese, dhe pra energjia femërore është brenda dhe energjia maskullore është mendja. Deri tani është punuar me energjinë maskullore, por tani zimi i shpirtit na tregon që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, se ne po jetojmë. Çfarëdo lloj që ndodhi me ne që u tjetërsua, ose që dhe u ndam, përsëri ne vazhduam, pra jeta vazhdon, pra shpirti jeton, sido që të jetë, dhe këtë ju e dini, sepse çfarëdo lloj që ne kemi kaluar, ne sfidat i kemi kaluar, ne përsëri jemi në këmbët tona, pavarësisht se jemi duke vuajtur, pra tani ne jemi duke vazhduar procesin e shpirtit dhe kjo është që ne do të lirohemi. Gjithsesi, ajo që nuk duhet të harroni është që ne mësuam që këto janë pasojat, pra janë pasojat që njerëzit vuajnë. Dhe kjo mbi të gjitha që ne i bëjmë njerëzit të pabesë dhe ne i bëjmë njerëzit izolojmë, duke krijuar këtë lloj izolimi, duke krijuar këto pabesie të tjera, pra duke krijuar urrëtie, xhelozi, inat, mëri, pra keq përdorime, keq trajtime, manipulime e të tjera, të shëteme e të tjera të çdo lloji energjie, këto janë pasojat, por pyetja është që ne kur zgjohemi ne kuptojmë që kush është shkaku, dhe shkaku i të gjithave është që ne do të hyjmë në veten tonë, ne do të lidhemi me veten tonë dhe ne nuk duhet, shënim, ne nuk duhet të ndajmë veten nga qeniet e tjera njerëzore, qoftë edhe nga ai person që ty të jendar, qoftë nga ai person që ty të ka përfolur ose të ka bërë dëme të tjera. Ne nuk duhet të ndahemi, pra si qenie njerëzore, as në ndonjë grup, sidomos unë nuk kam qenë, në fillimet e mia unë kam qenë ateiste. Unë nuk mund të gënjej, kjo është e vërteta, por unë besoja në vete. E dija që Zoti është atje lart, por besoja në vete. Pra kam qenë ateiste, sepse dhe ashtu rrita me regjimin komunist, do gjë u shkatrua. Gjithsesi, unë besoj aq shumë se e kam Zotin në shpirt, e kam në zemër. E kam në zemër dhe është një dashuri e pa kushte, një dëmshuri që dua gjithçka ju
mjedisin çdo gjë që ekziston në tokë në qiell. Pra e kam këtë lidhje. Dhe kjo lidhje me erdhi avash me zgjimin e shpirtit derisa unë arrita në veten time të lartë. Por si arrita? Duke lënë çdo gjë që nuk më shërben dhe në këtë rast edhe në lidhje, sepse vi nga një marrëdhënie për 30 vjetësh e divorcuar dhe personit, sepse është jeta ime, është e kaluara ime, dhe personit unë i dash dashuri. A e dini që kur isha në kohën që isha në zgjimin e shpirtit, isha sa kisha filluar të lidhesha me shpirtin, unë dilja në natyrë. Dhe unë e di ditëlindjen e tij, se janë 30 vjet kemi festuar bashkë, pra është jeta ime, si mund të urrej jetën time. Por ajo që unë mësova, nga ajo mësova që ne ishim që të dy të lënduar, dhe që të dy, ne ishim në këtë marrëdhënie, si Macja me miun, pra nuk i hapnim rrugë njëri tjetrin. Gjithsesi, unë e mbaj mend, unë i kam të gëzuar ditëlindjen, dhe pse isha e divorcuar. Pra i këtu në natyrë kam qenë, edhe ka qenë data i kam të gëzuar ditëlindjen. Po di çfarë ishte për mua, ishte një shtytje që shpirti vazhdonte të më rriste energjinë. Pra unë nuk e urreva personin dhe tani nuk e kam urryer, se në fund të fundit është babai i fëmijës tim, mirë keq un kam të mirat me ti, por kjo mua më ndihmoi shumë dhe në këtë rast kjo është këshilla që u jap. Ne nuk duhet të ndajmë për çfarë do lloj situati që të keni. Ne nuk duhet të ndajmë nga qeniet, pra nga individe, personat apo edhe nga grupet, sepse kur ne bëjmë këtë ndarje, ne kemi pra ne mohojmë qenien tonë njerëzore, pra njerëzimin tonë. Pra gjithsesi të kuptojmë që kjo është pak a shumë që ne të kuptojmë që duke falur të tjerat, ne lirohemi, pra i falim. Ju nuk do të falni atë se çfarë ka ndodhur me ju. Ju do të përballeni me atë që ka ndodhur me ju dhe këtë na mëson zgjimi i shpirtit. Ne nuk do të bëjmë njerëz të pabesë, edhe pse mund të ketë lëndime, por edhe nuk mund të izolojmë. Në fund të fundit, eks-partneri ka jetën, unë nuk mund ta izoloj atë. Ashtu sikur se nuk izoloj as jetën time, se në fund të fundit jeta është e shkurtër për të vuajtur. E dyta është kërkimi një trupi me të vërtetë perfekt. Ne duhet të punojmë me trupin ton fizik, pra me këtë trup që ju shihni. Përse që të gjithë ne jemi të ndryshëm. Më kuptoni? Duke qenë se kemi pas, që të gjithë kemi prindër të ndryshëm, familje të ndryshëm, kulturë të ndryshëm, shkollë të ndryshëm, shoqëri të ndryshme, e të tjera të kësaj natyre, të kuptoni që gjatë kohës që ne jemi rritur, që të gjithë ne shënim, ne kemi filluar të urrejmë trupat ta fizik. Dhe mos u bëj çudi që ne urrejmë një veten, dhe pak a shumë kjo është ajo që ne jemi ndarë, biles dhe brenda familjes, nuk e bëjnë veten, por është një lloj xhelozie, një lloj pra çfarë do të thotë, mërie, inati, gritjet e vogla. Gjithsesi, kjo është që ne nuk e kuptojmë që ne jemi mësuar, kemi marrë me vete, pra pa e kuptuar që ne të urrejmë trupat ta fizik. Kjo është që ne të kuptoni një gjë, ne duhet të pranojmë veten si ne jemi, pra në trupin fizik, qoftë nga pesha, qoftë nga ana dhe e formës tonë. Pra, ju e keni dëgjuar racizmi, i zi, i bardh, ose mtetlash, ose që të gjithë i dini këto gjëra. Pra, kjo është që ne urrejmë trupat ta fizik, jemi që njerëzore dhe ne që të gjithë flasim, që të gjithë të njëjtën, ne flasim, ne mendojmë, ne sillemi, ne bëjmë, në fund të fundit ne jemi që njerëzore, nuk ka rëndësi gjua apo mtetlash. Ne jemi që njerëzore, ne kemi ardhur në këtë, jemi mishëruar në këtë tokë për të jetuar me njëri tjetrin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të mësojmë dhe të krijojmë. Dhe kjo është ajo që krijesa na ka krijuar ne si që njerëzore, me këtë trup multidimensionar për të cilën janë organe që nuk i shohim, dhe është energjia femërore dhe koka jonë, truri jonë që ka është energjia maskullore, dhe në këtë rast janë mendimet, sjelljet, veprimet e të tjera që ne i bëjmë. Gjithsesi, një gjë të dini që kjo nuk do të thotë që ne nuk do të kujdesemi për peshën, pra për peshën apo për formën. Sigurisht që ka dhe mënyra të mrekullueshme dhe janë të lehta
për t'i arritur që të ushqemi shëndetshëm, që të kujdesemi edhe për trupin ton fizik, por kjo arrihet vetëm atëhere dhe kjo është rëndësia e zgjimit të shpirtit, kur ne lidhemi me veten ton dhe ne lirojmë të gjitha emocionet që nuk na shërbejnë, pra që ndjejmë që na sjellin shqetësim, probleme, pengesa, konfuzion, frikë, por ndërkohë edhe të gjitha hijet tona edhe sekretet tona që ne i kemi. Pra, me një fjalë, të mos jetojmë më me pavërtetësi, por ne të pranojmë veten që ne jemi si ne jemi, si jemi, dhe mënyra e lehtë për të arritur, me të vërtet për të arritur që të krijojmë një pra shëndet nga ana e sëmundjeve, e peshës, formës tuaj e më të tash, ka të bëjmë me atë që ne duhet të mos urrejmë pra veten tonë. Dhe këtë na jep zgjimi i shpirtit duke hyrë në veten tonë, për të cilën do ta dëgjoni edhe në shenjat e tjera që të kompletoheni. Por një gjë të dini, kujtoni dhe mbani mend se veturrëtia i ka bërë shumë njerëz që të shkojnë në palestër, sepse duan të djegin, pra të djegin atë dhjamin, peshën që kanë krijuar. Dhe pse shkojnë shënim, dhe pse shkojnë, dhe pse arrin për një moment, përsëri ata do të ndalojnë. Pse do të ndalojnë? Sepse kjo energji, ky karburanti urrëties së vetes, pra urrëties së vetes, është e përkohshme. Pse? Sepse për sa kohë ne do të mbajmë pra këto energji, prandaj jeni të ftuar, prandaj po dëgjoni këto energji që i keni në zorët e barkut, pra të gjitha energjitë e ulta për të cilët ju keni krijuar lidhje energjike me çdo lloj marrëdhënie që ju keni patur në jetën tuaj, që fëmijë edhe gjatë rritjes tuaj, sepse çdo person që ju keni patur marrëdhënie ka qenë mësuesi juaj. Pra, ashtu si e ke marrë, në qoftë se të ka sharë, e ke marrë këtë sharje, sepse është energji. Në qoftë se të ka parë me inat, ose kudo, mësuesi, ose kushdo, ka qenë mësuesi juat, sepse ke marrë këtë inat, pra që ose prindri, në qoftë se ke pas qenë e zëm haje shumë, dhe prindri të thoshte, ndjele duke si çfarë trupi ke, sepse dhe ata nuk e dinin, ata kujtoni se bënin mirë për ty, por nuk e dinin se dhe ata kanë qenë në rolin viktim, pra ignorant, pra në kohën e energjitë kanë qenë të ulta, për atë kohë ata qenë mirë me veten e tyre, për atë kohë, por ne jemi rritur dhe energjia lëviz, universi e drejton energjinë dhe universi punon me tani, nuk e njeh se çfarë kaloi, ajo që kaloi, pra çdo gjë që ne kemi kaluar ne e lam atje, por ne do të vazhdojmë përpara dhe as nuk na duhet se çfarë do vijë ardhmja, sepse në qoftë se unë nuk jetoj tani, ku e di unë, a do jetoj unë për të ardhmen që po mendoj, por sigurisht që na duhet ardhmja, por për atë, çfarë po bëj unë tani? Apo i kushtoj rëndësi pra veturrëties dhe në këtë rast na ndihmon zgjimi i shpirtit duke u lidhur me veten tonë. Kjo është thirrja që të gjithë në këtë shekull të ri jemi të ftuar që ne të lidhemi me veten tonë dhe t'i japim vetes tonë kohë dhe hapësirë dhe të qëndrojmë me veten tonë. Tjetër, e treta, të ndihesh mirë, por dhe të ndihesh keq me të tjerat. Që do të thotë, kjo është dhe arritja e fundit që ne kemi arritur me zgjimin e shpirtit, ku shumë frekuencët e larta po zbresin në tokë dhe këto mësime të mençurisë së vërtetësisë së jetës është pra ndryshe drita, kjo dritë, sepse jemi dritë, esenca jonë është dritë, kjo dritë po shkëlqen çdo errësirë. Dhe mos ju vi çudi që jeni dhe ju në këto video. Pra, ajo që ne kuptojmë është që ne shpenzojmë shumë kohë, ne shpenzojmë shumë energji për të qenë superior ndaj të tjerëve. Dhe kjo është e vërtet. Por mos harroni që kur ne lidhemi me veten tonë, kur ne arrim të jemi të sigurt, pra të sigurt me atë çfarë ne jemi, ne kuptojmë që ne nuk kemi nevojë të luajmë këtë rol për të qenë superior ndaj të tjerëve. Diana është Dianë, dhe Diana ju do ju si ju jeni në të vërtetë. Nuk ka rëndësi se ku ndodheni në proces, në fillim, në mes, apo në
jeni zgjuar, ajo që duhet të dini është në qoftë se ju rezervoni medianën, do të thotë që ju jeni pothuajse në mua, edhe pse ju keni, pra ashtu se do unë kam vuajtur në kuptimin asaj që vuajtjet janë të mrekullueshme. Sepse në fund të fundit nga vuajtje ne do të dalim më të fortë. Por tani me një mrekulli, ne nuk do t'i lejmë vuajtjet që kemi kaluar në ignorancë. Ne këto vuajtjet ne të mësojmë nga tëmetat, dhe ne mësojmë edhe të mirat, dhe ne zbulojmë tëmetat, nuk i përsërisim, e vazhdojmë jetën, të mirat ne i marrim dhe vazhdojmë me to, sepse në fund të fundit të mirat na krijojnë pra mrekulli. Gjithsesi, të kuptoni që ku ne jemi në dy këmbët tona, pra jemi të sigurt, ne e dim që ne jemi vetja jonë, ata që ne jemi, dhe jo vetëm kjo, por ne edhe ndalojmë dhe të shohim të tjerët me përshmim. Pse? Pra nuk jemi më superior. Pse? Sepse ne e dim që dhe ata janë të lënduar. Pra ne nuk i shohim, pra ajo që ne na bënte, pra që janë akoma duke fletur një pjesë e njerëzve në gjumë, është që harxojnë kohën, harxojnë edhe energjinë për superior. Dhe kjo mos ju bëj çudi, që unë harxova jetën time 57 vjet derisa u zgjova me shpirtin. Pra kjo ishte bukuria e shpirtit, për të qenë superior ndaj të tjerëve, dhe në këtë rast ishin në të vërtetë impulset egoiste, për të cilën është kontrolli, dhe kontrolli e ka bazën frikë, për të cilën ne mësuam që frika është iluzion. Dhe nëse jeni në fillim, apo në mes, apo ju jeni në rrugën e drejtë, nëse jeni duke ndjekur këto video, të jeni të sigurt që ju jeni në rrugën e drejtë, dhe ju herët apo vonë, varet nga ju se si ju ecni, por të jeni të sigurt që duke pranuar veten tuaj, si jeni, ju jeni mrekulli, ju jeni dashuri, ju jeni gjithçka. Gjithsesi, kjo është që ne duhet të heqim dorë nga urrejtja, pra, dhe në këtë rast sa më shumë ne të njohim veten tonë, sa më shumë ne të duam veten tonë, sa më shumë të pranojmë gabimet tona dhe të falim veten, pra të mos gjykojmë, të mos kritikojmë veten, ta falim veten se ne shërohemi, por të falim dhe të tjerët, edhe nëse na kanë bërë, pra na kanë prekur, pra na kanë lënduar, na kanë shkelur, ne do të lirohemi. Pra ne do të falim këto energji, në kuptimin do t'i transformojmë këto energji, pra nga të ulta në energji të larta, dhe kjo është që ne rritemi, dhe mbi të gjitha, sa më shumë ne rritemi, aq më pak ne kemi urrejtje ndaj të tjerëve, ose dhe fare, sepse ne arrim në veten tonë të lartë. Tjetër, e katërta, drejtësi morale. Çfarë do të thotë? Ne harxojmë dhe investojmë energjinë tonë për të gjykuar të tjerët, për të treguar që të tjerët janë gabim, të tjerët janë të këqij, dhe askush nga ne, pra në zimin ai tregon, pa askush nga ne nuk pranon që pra në vetë të shojë në veten e vet, pra vetëm të tjerët janë të këqij, të tjerët janë gabim, ne jo, pra kur bën. Dhe kjo është që ne harxojmë energji. Porzimi i shpirtit na bën kur ne futemi, ne lirohemi dhe na tregon ne që askush nga ne nuk është person i keq apo i mirë, apo i padrejt, apo keqdashës, keqbërës e të tjerë. Askush. Pse? Ne kuptojmë që ne kemi ardhur, pra mishëruar në këtë jetë, sepse ne kemi hyrë në fëmirin tonë, ne jemi liruar komplet, dhe ne kuptojmë që askush nga ne, kur ka qenë fëmijë, paktën që të gjithë e dini, që të gjithë jeni prindër, ose fëmia është fëmijë, është ai është me ndjenjë. Dhe që të gjithë, askush, as ne nuk kemi, ne kemi ardhur në tokë ëngjëj, sepse në fund të fundit ka qenë kjo zemër. Fëmia nuk i ka ardhur mendja, ai shkon në shkollë, atëre fillon mëson, i vjen, pra fillon të mësoj, sepse kjo është që ne jemi si që njerëzore. Ne kemi nevojë të ndihmohemi, bebi ka nevojë të ndihmohet, pra dhe ne dikur fëmijë, ne kemi gjatë kohës së rritjes të mësojmë, pra kush është prindri, kush është gjyshi, motra apo merat.
Dhe sigurisht gjatë rritjes tonë ne fillojmë në përshkolla, e më të tash, ne mësojmë dhe do të vi koha që dhe do të kryojmë. Pra kështu është, jemi kryuar nga kryesa dhe kjo është që e kemi në zemër dhe për sa kohë kjo zemër jeton, jo vetëm që ka hirin dhe misionin tonë, por ne e dim që ne do të shkojmë në një drejtim, se që të gjithë kemi ardhur në jetë, pavarësisht se një pjesë nga roli viktim, ashtu si kurse dhe unë dhe ju, pra nuk e dinim dhe bënim gjërat si në tonin të tjerat. Pra shoqëria, sistemi, prindrit e të tjera, pra e humbët veten. Gjithsesi, kjo është që ne mësojmë që ku ne lidhemi me veten tonë, ne arrim të, jo vetëm që njerëzit nuk janë, pra nuk ka njerëz duke i vënë etiketime i miri, keq e tjera, pra ne arrim që kemi më pak cinizëm, ne arrim që kemi më pak kritik. Gjithsesi, kritika nuk do të thotë kritik të shëndetshëm, ne duhet të kemi, sepse kritika e shëndetshëm na bën që të ecim përpara. Pra, çdo lloj që të jetë, të ecim përpara, jo vetëm si që njerëzore, por dhe kulturë, dhe vende të tjera. Pra, kritik të shëndetshëm. Gjithsesi, një gjë dua t'ju tregoj. Zimi i shpirtit na mësoi ne që ne si që një njerëzore, ne i tregojmë njëri tjetrit të këqijat njëri tjetrit, por edhe botës me aq zjarr, pra që të gjithë ne, që të gjithë, ju i dini në për kafe, diskutohet për dikë, në grup me shoqe, ndoshta me flitet për dikë, ose për politikën, ose për një show, ose për një që flitet për pasojën, por jo kush është shkaku që njerëzit janë të sëmurë, kush është shkaku që njerëzit grinden me njëri tjetër, kush është shkaku që ka kriminalitet, kush është shkaku që manipulojnë, kush është shkaku që pinë drogë, janë të varur e të tjera. Pra askush nuk e tregon shkakun, por vetëm pasojën, drogë këtu, manipulim atje, ose kjo këtu, megjithatë koha ka ardhur tani, është koha e shekullit të ri, që të gjitha këto sistemet e vjetra do të shkëputen, pra nuk ta shërbejnë më, dhe në këtë rast, duke hyrë në këtë, ne që të gjithë, pra ne jemi që i tregojmë të këqijat të njëri tjetrit, pra njëri tjetrit, ne ja tregojmë se ne ziremi me njëri tjetrin, qoftë dhe brenda familjes, po kështu dhe botës me zjarë. Dhe pse? Sepse ne përndryshe do të na duhej ne vetne që ne të luftonim me gabimet tona, me ato gjëra që ne nuk i njohim në veten tonë. Dhe kjo është që ne i tregojmë njëri tjetrit, sepse ne nuk lidhemi, pra nuk duam të njohim ato të metat tona, nuk duam të njohim gabimet tona, nuk duam të njohim të këqijat tona, dhe këtë e pasqyrojmë te të tjerat. Pra kjo është ajo që zimi i shpirtit na mëson ne që nuk kemi pse ne vazhdojmë me njëri tjetrin. Kur ka midis njëri tjetrit grindje, do të thotë që jemi të lënduar dhe atë që ti ke në veten tënde e projekton ke tjetri. Pra kjo është që në këtë moment, në qoftë se ne do të pranojmë, duke filluar nga tani, që ne do të pranojmë që asnjëri nga ne nuk është i mirë, asnjëri nga ne nuk është i keq, asnjëri nga ne nuk është keqbërës, asnjëri nga ne nuk është pra keq trajtues e tjera, çfarë do të ndodhë? Ne nuk do të harxojmë energjinë me njëri tjetrin, ne nuk do të harxojmë kohën me njëri tjetrin, dhe në këtë rast këto gjëra që janë etiketa për të cilën i kemi vendosur ne si që njerëzore, se krijesa nuk na ka krijuar të tillë, por i kemi krijuar vetne, kjo është që ne do të shkëputemi nga loja e drejtësisë së moralshme. Pra ne i bëjmë moral njëri tjetrit, sepse ne nuk pranojmë gabimet tona, të këqijat tona, dhe kjo është që ne jemi me zjarr nda njëri tjetrit, ose dhe kjo është që sjell grindje nga më të ndryshme, zënje nga më të ndryshme, dhe probleme nga më të ndryshme që ndodhin në këtë botë. Pra ne do të shkëputemi nga drejtësia morale vetëm atëherë kur ne të njohim të metat tona, të njohim gabimet tona, dhe mjaft vum gishtin ke të tjerët, mjaft pam vlerët e të tjerët, por sa më shumë ne të lidhemi me veten, aq më shumë ne do të arrijmë në bukurinë e jetës. Tjetër është nevoja për miratim, nevoja për konfirmim. Mbajni shënim, mësoni që shpesh ju e keni dëgjuar, ndoshta e keni thënë dhe vetë,
që mua nuk më interesojnë se çfarë të tjerët thonë. Edhe unë do të buzëqesh, sepse është e vërtet që kush e thot këtë, kush e thot që nuk më intereson dhe që nuk është në veten e vetë, që nuk është në veten e vetë, ka të bëjë me atë që e kërkon, pra e kërkon më shumë se çfarë të tjerët thonë për të. Pra këtë jeni të sigurt. Pra një gjë është që kur ne kërkojmë miratim dhe konfirmim, do të hiqet dhe këtë po bën zimi i shpirtit që na thret ne që të gjithëve na thret në kaptuar dhe është me të vërtetë e rëndësishme dhe është një gjë shumë e madhe për të gjithë qenien tonë njerëzore, sepse kjo është ku ne lidhemi me veten tonë. Ajo që ne do të mësojmë nga zimi i shpirtit, pra ndaj jeni të ftuar që të gjithë, ne nuk shohim atë, me fjalën që tash, mua nuk më intereson se çfarë të tjerët thonë. Ne nuk e themi këtë. Pse? Sepse ne na intereson të mendojmë dhe të ndjejmë atë që ne kemi në veten tonë. Okej? Pra, ne jemi të ftuar, ne do të shkëputemi nga miratimi, nga konfirmimi, dhe jemi të ftuar që të lidhemi me veten tonë, sepse ne do të mendojmë dhe do të ndjejmë gjithçka në veten tonë. Tjetër është ku ne njohim, pra rritemi me energjinë, ne e njohim vlerën tonë dhe ne nuk kemi më nevojë për të parë vlerën e të tjerat. Pra ne kemi këtë vlerë dhe me vlerën që ne kemi, duke hapur zemrën, ne vazhdojmë, dëgjojmë dhe ndjejmë dhe bëjmë gjërat që na jep ne kënaqësi, atë që ne kemi vlerë. Tjetër është ne nuk është se gjatë kohës që ne rritemi, ne kuptojmë që jo të gjithë njerëzit mendojnë për ne. Pra jo të gjithë njerëzit. Gjithsesi, ne sa më shumë ne rrisim energjinë, ne fillojmë të kuptojmë energjinë e njerëzve. Pra ne kuptojmë kur njerëzit flasin me të vërtetë, kur njerëzit e kanë me hile, kur njerëzit pra kanë ide të mira apo jo të mira. Ne e kuptojmë këtë dhe ne në zimin e shpirtit ne vëmë kufi dhe kjo krijon që ne të marrim respekt akoma më shumë me njëri tjetrin. Tjetër është që ne e kuptojmë që njerëzit për të cilën ka lëndime projektojnë tek ne, pra kur flas tek njerëzit sepse kanë lëndim dhe ato projektojnë. Ne e dim që edhe nëse dikush ndeshet me mua dhe vërtet e bën edhe, unë sigurisht e lë të flasi çfarë të doj, sepse unë e di që është i lënduar dhe unë nuk mund ta ndryshoj atë, por në qoftë se ju e ndjeni se çfarë thot tjetri, do të thotë që keni akoma lëndime. Pra kjo është zgjimi i shpirtit, do na shkëputi nga miratimi, nga konfirmimi, dhe kjo është thirrja më e rëndësishme që bëhet me qëllim që ne të kuptojmë që të gjithë ne kur ne arrijmë veten tonë, ne kuptojmë që njerëzit nuk e kanë me ne, sepse ata kanalet e tyre, kanë sfidat e tyre, kanë problemet e tyre, janë aq të mbytur në vuajtje, në ignorancë, në frikë. Dhe kjo është ne zgjimi i shpirtit ju i fton që të gjithë që të heqim dorë nga miratimi edhe nga konfirmimi, dhe kjo do të ndalojë me zgjimin e shpirtit dhe prandaj është ky shekull i mrekullueshëm që na fton ne që të gjithëve. Dhe doni apo nuk doni, këto gjëra do të vinë hap pas hapi, ndryshimet do të ndodhin, jo vetëm në siçë njerëzore, por në të gjithë globin tonë dhe në çdo sistem, në çdo qeveri, mor kulturë, mor vend, se në fund të fundit unë kam bërë aq shumë video sa një gjë do të dini që ky shekull është shekulli i qytetarisë së botës dhe ky shekull është shekulli për të cilën besimi i çdo individi është mençuria, pra feja është me të vërtetë, sepse këtë është, ne jemi që të gjithë lidhur, e kemi zemrën, Zotin e kemi në zemër, zemra është që na ka krijuar Zoti, pra na ka dhuruar këtë dhuratë me hirin hyjnor dhe ne kur duam dhe veprojmë me zemër të hapur, me dashuri pa kushte, me dëmshuri, me respekt, mirënjohje për gjithçka, për çdo gjë, duke u lidhur me çdo qenie të gjallë, kjo është kërkon Zoti te ne, se në fundit këtë që ka krijuar
është e Zotit. Zoti e ka krijuar me perfeksionizëm. Askush nga ne nuk e ka krijuar. Askush nuk e ka këtë tokë. Kjo botë është e të gjithëve dhe prandaj do të arrihet në qytetarinë e botës dhe feja edhe besimi jon është mençuria, është lidhja me dashurin pa kushte, me burimin ton të gjallë, të brendshëm, me ndjenjën ton. Pra kjo është që ne jemi duke krijuar një harmoni midis mendjes dhe midis shpirtit, pra dy energjit, energjia mashkullore e energjia femërore, për të cilën e kemi që të gjithë mashkull femër, dhe ku ne kemi në ekuilibër dhe kjo do të arrihet tani, sepse energjia drejtohet nga universi dhe doni apo nuk doni, dhe ne jemi energji dhe ne do të ecnim me ritmin e shekullit të ri dhe sigurisht askush nuk detyrohet nëse një pjesë do të zgjedhë të eci me universin është mrekulli sepse do të arrini në bukurinë e jetës, nëse jo do të vdesin ashtu si pa e ditur që çfarë po humbin, ndërsa ju që jeni në këto video bekojni këtë rrugë, po ju them bekojni, unë nuk ju detyroj, jeni ju, unë jap informacion, por në fund të fundit jeni ju që vendosni atë që doni të zgjidhni. Por me shpirt ja uroj dhe ju bekoj që jeni në rrugën e drejtë dhe kur nuk jeni vetëm dhe vazhdoni ndiqeni hap pas hapi se ashtu si arrita unë sot në këtë mrekulli që kur nuk e kisha menduar që do isha të ndihmoja ju. Dhe kjo ndihmë është falas, kur them është falas, thjesht e bëj se ndjen me shpirtin tim. Dhe çfarë do lloj ndihme që të keni, shkruani mesazh, lërini poshtë me vërtetësi për atë që kërkoni dhe të jeni të sigurt që unë do të mbaj kontakt me ju me mesazhe dhe do të ndihmoj dhe sigurisht që do të më thoni dhe faleminderit nëse ju filloni të besoni, por është e drejta juaj. Ju duhet besoni në veten tuaj dhe kur ju besoni në veten tuaj, ju do të arrini të ndjeni dhe kur rezoloni dhe ju ndihmojeni. Dhe tjetër, perfeksionizmi. Perfeksionizmi është ne bëjmë aq shumë gjëra, pra punoj forca, ne kemi harruar njerëzit të dashur. Pra, qa do të thot është, kjo vjen që ne bëjmë lista nga më të ndryshme, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë, do bëj atë, lista nga më të ndryshme, dhe jo vetëm që i bëjmë këto lista, por ne edhe do të provojmë veten që ne, pra, i arrim këto gjëra. Sigurisht sa gjëra arrin, sa gjëra s'arrin, sa i shqetësohemi, sa i mbarojmë, por gjithsesi ne jemi që ne na është mësuar që ta bëjmë këtë, biles të shtym dhe të tjerat, kur nuk e arrim të përdorim lloj marifetesh vetëm e vetëm me qëllim që për të provuar veten që ne jemi të denjë. Por çfarë ndodh? Zgjimi i shpirtit, po para se ne të zgjohemi, ne kishim mësuar që pra besonim që të bëjmë gjëra të mira me qëllim që të jemi të plot, të dashur, të mirë, pra ishim mësuar dhe kjo është gjithçka që t'i bënim gjërat. Dhe kështu është vazhdon akoma për një pjesë që janë duke fletur gjumë. Dhe fakti është ata përpiqen për të qenë të denjë, të drejtë, apo por në fakt kudo që shkoni, a shifni që ka zënje, a shifni që ka grindje, a shifni që nuk ka jetë të rehatshme, pra çdo gjë, besimundje, me lloj gjërash. Gjithsesi, ajo që ne, pra ky është besimi që ne kishim krijuar, që të jemi të ndershëm, të drejtë, të dashur e të tjera. Por ku ne u zgjuam, ne kuptuam që ne këto gjëra i kemi, edhe pa u forcuar, dhe pa luftuar, dhe pa bërë lista, do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë për të bërë drejt. Pra ne kuptuam që ne jemi të dashur, ne jemi të denjë, ne jemi të plot, edhe atere ku ne kemi disfat në jetë. Dhe në këtë rast po ja u jap. Diana jetën e parë, i ka bërë të gjitha gjëra dhe unë ndjen të bosh. Edhe pse isha mirë nga ana e botës së materjes, unë ndjeshja bosh. Pra nuk isha Diana që jam sot. Por edhe pse unë erdha nga një marrëdhënie e dështuar prej 30 vjetësh, pra zemra ime u thye në fund të fundit, unë jam e denjë, unë jam e plot, unë jam e dashur. Pra qa do të thotë? Që ato që unë i bëja me sforcim, unë i kam edhe pse unë ardha nga një jetë që
Pra, pata në këtë rast të dispat, por unë e bekoj këtë rrugë dhe e bekoj dhe e falenderoj, sepse asgjë nuk ndodh pa qëllim dhe për ju. Tjetër është që ne kuptojmë që edhe pse ne nuk pra, ne nuk kemi pse jemi perfekt. Ne jemi që një njerëzore që ne mësojmë dhe në këtë rast, çfarë do lloj që kaloj Diana nga e kaluara ime është bekim është atje, sepse në fund të fundit është jeta ime. Unë nuk mund të mohoj jetën time. Unë nuk mund të mohoj as personin, se në fund të fundit kam kaluar një jetë të tërë. A e dini që unë i kam fotot dhe martesës e gjdo jetë që kam kaluar, i kam, apo pushimet që kam bërë me ex-partner, unë i kam këtu. Dhe nuk më bën në fund të fundit është jeta ime, sinqerit është jeta ime. Unë nuk mund të izoloj atë, ai ka të drejtë jetoj jetën e vetë. Dhe në qofë se ka nevoj për ndim, qofë se kërkoj, se njerëzit ne kemi energji, nuk ka, njerëzit mund të sillen, ka njerëz që sillen ignorant, pra pa shpirt, të pa denje ose dhe të dëmshëm, por që të gjithë ne shërojmë, ne jemi të shërueshëm, ne nuk detyrojmë njerëz, dhe në këtë rast unë nuk mund të detyroj, dikush mund të pyesi, po pse nuk lidhem me të, sepse zemra ime njohu që unë kam ardhur në këtë tokë, kemi shëruar për të jetuar me Dianën, dhe prandaj kam ardhur, pra jam sot pioner dhe në shërbim të planetinor, pra si Dianë, që t'ju ndihmoj ju, por sinqerisht ka qenë që unë kam qenë e lindur për të dashur Dianën dhe kjo është dashuria e vërtetë. Dashuria për të cilën unë e ndjej. Që të gjithë ju, nuk ka rëndësi, dhe ju nuk është të që të jetoni vetëm. Jo të gjithë mund ta keni. Dëgjoni zemrën, zemra juaj, ju drejton se kush është e mira për ju. A me veten tuaj, a me të tjerë, nuk ka rëndësi, dashuria është një mrekulli, sepse dashuria është vazhdon jetën, lindin dhe vdesin. Pra është një mrekulli, e ka krijuar krijesa, por jo me frikë, me frikën që është iluzion, dhe sidomos frikën që kemi krijuar ne si që një njerëzore. Pra me një fjalë është që ne të ndalojmë energjinë duke shpenzuar pra energjinë tonë, kohën tonë për të qenë perfekt. Ne nuk jemi perfekt, ne nuk jemi të gjithashëm, dhe kjo është që ne do të ndalojmë, jo vetëm që nuk kemi pse jemi perfekt, por edhe as të shtiremi, pra si perfekt. Pra nuk ka, ne jemi kush ne jemi dhe ne të pranojmë që të gjithë, ju, unë dhe çdo individ, kush ne jemi. Kjo është thjesht kush je në të vërtetë. Dhe më e bukur është që shpirti kërkon të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Nëse ju filloni nga ky moment të lidheni me veten tuaj dhe çdo gjë që ju e shihni që nuk shkon, të filloni të pyesni në veten tuaj, ju në momentin që filloni dhe ndiqni lidheni me veten, jepni 5 minuta kohë çdo ditë, duke ndjekur higjienën e shpirtit, që do të thotë dalja në natyrë, lidhja duke parë dielli është ilaçi më shërues, dielli është ilaçi shërues, se sa ato helme që merrni me medikamentet. Dalja në natyrë, frymëmarrja, duke qenë dëgjimi muzikës shpirtërore, tjetër lëvizja e trupit, yoga, po kështu në lidhje me mençurinë e mësimeve për të ditur, për të bërë të ditur, të kuptoni se çfarë po ndodh me ju, si po ndodh me ju, dhe ju nuk jeni vetëm dhe ju do të lidheni, dhe kjo është bukuria që ju do të arrini, dhe që është me të vërtet 6 karakteristika të veçanta, të rëndësishme, për të cilën ju do t'i kaloni, sepse ju duhet të njeni me të gjitha hijet dhe të gjitha emocionet dhe të gjitha sekretet që ju keni, që ju shqetësojnë, ju pengojnë në çdo lloj marrëdhënie që ju jeni, me qëllim që ju nuk do të ndajnë nga marrëdhënia. Ju do të lidheni në fillim me veten tuaj, dhe kur të lidheni në veten tuaj, kur t'jeni në dy këmbët tuaja, ju do të kuptoni, o do t'i jepni marrëdhënies një bukuri, ose ju jeni në dy këmbët tuaja, ju do të dini që me krenari të krijoni jetën që ju dëshironi, dhe të më kuptoni që duke kjo kohë është tani, dhe është më e mrekullueshme, dhe a bekoj që të gjithë, dhe e kam bekuar dhe dërgoj dritë dhe dashuri në çdo individ, dhe bekime në
të gjithë globin ton, sepse është koha juaj për të jetuar jetën, se jeta është e shkurtër. Përse? Sepse ka dhe një mënyrë tjetër të bukurisë jetës, të jetoni në paqe, në dashuri pa kushte, në dëmshuri, në harmoni, në balans, pa stres, në respekt, në mirënjohje, dhe kjo është drita që po shkëlqen kudo në çdo shtëpi. Dhe me mua miropafshim deri në video tjetër. Faleminderit.